Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video do të flasim për 2 episode shumë emocionuese të serialit Të Braktisurit. Do të shohim sakrificën e madhe të Azizes, martesën e saj të detyruar me Devranin, përpjekjet e Xhevdetit dhe Xhejmos për ta shpëtuar, si edhe rrezikun që kërcënon ta ndaj përgjithmonë motrat dhe vëllezrit. Më pas do të ndalemi te pasojat e kësaj martese, arrestimi i Avuzit, përplasja e fortë mes Devranit dhe Farukut, reagimi Xhemos dhe sfidat e reja që ndryshojnë rrjedhën e historisë së familjes. Ndiqeni deri në fund për të mos humbur asnjë nga zhvillimet më të rëndësishme. Episodi më i ri i serialit Të Braktisurit sjell një kthes dramatike në jetën e Azizes dhe motrave dhe vëllezërve të saj. Pasi bie në duart e Javuzit dhe Hamjetit, Azize dërgohet në Mardin, ku përballet me një vendim që mund t'ia ndryshojë përgjithmonë jetën, për t'i dhënë fund një gjakmarrjeje të vjetër. Ajo detyrohet të martohet me Devranin, edhe pse nuk e dëshiron një martesë të tillë. Ndërkohë, Xhevdeti dhe Xhemo nuk dorëzohen, të vendosur për të shpëtuar Azizen, ata nisen drejt Mardinit dhe përballen me një mision jashtëzakonisht të rrezikshëm. Çdo hap i tyre mund të ketë pasoja të rënda, por ata janë të gatshëm të sakrifikojnë gjithçka për të kthyer Azizen pranë familjes së saj. Në anën tjetër, edhe fëmijët përballen me një kërcënim të madh. Fidan, Samet dhe Balim rrezikojnë të dërgohen në jetimore, një zhvillim që do të coptonte familjen dhe do t'i ndante motrat e vëllezërit nga njëri tjetri. Frika se mund të humbisnin lidhjen e tyre i mbush të gjithë me ankth. Edhe Zeliha, e cila tashmë është larguar nga motrat dhe vëllezërit e saj, nuk mund ta pranojë këtë situatë. Së bashku me Jusufin, ajo harton një plan të guximshëm për t'i marrë fëmijët dhe për t'i ribashkuar me familjen. Megjithatë, ngjarjet të papritura e bëjnë planin shumë më të vështirë dhe i vendosin të gjithë përballë rreziqeve të reja. Ndërsa dita e martesës afrohet, Azize lufton me ndjenjat e saj. Ajo nuk dëshiron të martohet me Devranin, por kupton se çdo vendim që po merr lidhet drejt për drejt me sigurinë e motrave dhe vëllezërve të saj. Në fund, ajo bën një sakrificë të madhe, duke vendosur interesin e familjes mbi lumturinë e saj personale. Nga ana tjetër, Xhevdeti nuk ndalet së kërkuari një mënyrë për të shpëtuar Azizen. Ai beson se ende ka shpresë dhe vazhdon të luftojë kundër planeve të Javuzit. Ndërkohë, Xhemo ndihet fajtor për gjithçka që po kalon motra e tij dhe është i gatshëm të rrezikojë jetën për ta nxjerrë prej kësaj situate. Ndërsa episodi tjetër nis me pasojat e vendimit më të vështirë që Azize ka marrë ndonjëherë. Martesa e saj me Devranin, e bërë vetëm për të mbrojtur motrat dhe vëllezërit, shkakton reagime të forta tek të gjithë. Personi që e përjeton më rënd këtë zhvillim është Xhemo, i cili nuk arrin të pranojë sakrificën e motrës së tij. Ai ndihet i tradhtuar dhe i zgënjur, sepse beson se Azize ka hequr dorë nga liria e saj, pa luftuar deri në fund. Zemërimi i tij fshen në të vërtetë një dhimbje të madhe dhe ndjenjën e pafujësisë përballë ngjarjeve. Ndërkohë, arrestimi i Avuzit sjell një lehtësim të përkohshëm. Për herë të parë pas shumë kohësh, familja ndjen se rreziku që i ka ndjekur vazhdimisht mund të jetë larguar. Megjithatë, askush nuk është plotësisht i bindur se gjithçka ka marrë fund, pasi e kaluara vazhdon të ndikojë në jetën e tyre. Pasi martesa tashmë është bërë realitet, Azize vendos të përmbush arsyen kryesore të sakrificës së saj. Së bashku me Devranin, ajo shkon në jetimore për të marrë Fidanin, Sametit dhe Balim. Ky është një moment shumë emocional sepse fëmijët më në fund shpresojnë të ribashkohen me motrën e tyre të madhe. Megjithatë, gëzimi i tyre zbehet kur kuptojnë se Azize tani është gruaja e Devranit. Takimi në jetimore merr një kthes të papritur me shfaqjen e Farukut. Ai nuk e kishte humbur kurrë shpresën për Azizen dhe e kupton menjëherë se martesa e saj nuk ka qenë një zgjedhje e lirë. Prania e tij krijon një atmosferë të tensionuar, sepse Devrani e sheh si një rival dhe nuk mund ta fshetë xhelozinë. Përplasja mes Devranit dhe Farukut bëhet një nga momentet më të rëndësishme të episodit. Edhe pse nuk mund të përshkallëzohet menjëherë, është e qartë se mes tyre ka nisur një rivalitet i fortë. Të dy janë të bindur për ndjenjat e tyre ndaj Azizes, por secili e shpreh këtë në mënyrë krejtësisht të ndryshme. Azize gjendet në një pozitë shumë të vështirë. Nga njëra anë, ajo ndihet mirënjohëse që sakrifica e saj ka shpëtuar motrat dhe vëllezërit, dhe nga ana tjetër, e kupton se martesa me Devranin ka krijuar një realitet të ri, nga i cili nuk mund të largohet lehtë. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë për hir të familjes, edhe pse brenda vetes përjeton një konflikt të madh emocional.
Fëmijët e kanë të vështirë të kuptojnë situatën. Ata shohin se motra e tyre nuk është më e lirë si dikur dhe fillojnë të kuptojnë se ajo ka bërë një sakrificë të madhe vetëm për t'i mbrojtur ata. Ky zbulimi prek thellë dhe forcon edhe më shumë lidhjen mes tyre. Ndërkohë, Faruku nuk është i gatshëm të heqë dorë nga dashuria e tij. Ai beson se Aziza është e detyruar të martohet dhe se zemra e saj nuk ka ndryshuar. Për këtë arsye ai vendos të mos të riqet dhe kërkon një mundësi për ta ndihmuar. Kjo vendosmëri e Farukut e shqetëson Devranin, edhe pse tashmë është i martuar me Azizen, ai e kupton se nuk mund ta fitojë respektin dhe dashurinë e saj vetëm me statusin e burrit. Xhelozia e tij bëhet gjithnjë më e dukshme, dhe ai fillon të përdor autoritetin që i jep martesa për të kontrolluar çdo lëvizje të Azizes. Azize vazhdon të mendoj vetëm për motra dhe vëllezërit e saj, edhe pse jeta e saj personale ka ndryshuar rrënjësisht, ajo nuk heq dorë nga përpjekjet për t'i mbrojtur. Objektivi i saj kryesor është t'i jap fund kërcënimit që i avuz përfaqëson për familjen. Ajo është e gatshme të sakrifikojë edhe lumturinë e saj, nëse kjo do t'u siguronte të vegjëlve një të ardhme më të qetë. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet mes personazheve të rinj vazhdojnë të zhvillohen. Fidan fillon të vërejë afrim gjithnjë edhe më të madh mes Zeliha dhe Jusuf. Ky ndryshim nuk kalon pa pasoja. Situata krijon keqkuptime dhe sjell debate të reja brenda familjes, duke bërë atmosferën edhe më të ndërlikuar. Nga ana tjetër, Xhemo përballet me një sfidë të re. Kur Melis gjendet në një situatë të rrezikshme, ai nuk mendon dy herë dhe ndërrym për ta mbrojtur. Vendimi i tij e fut në një përballje të rrezikshme, ku rrezikon edhe jetën. Ky moment tregon edhe një herë karakterin e tij guximtar dhe gatishmërinë për të ndihmuar të tjerët, edhe kur kjo mund t'i kushtoj shumë shtrenjtë. Edhe Xhevdet vazhdon të jetë mbështetja më e madhe e fëmijëve. Edhe Xhevdet vazhdon të jetë mbështetja më e madhe e fëmijëve. Ai bën gjithçka që ka në dorë për t'i mbrojtur nga çdo kërcënim, por përkushtimi i tij e vendos përballë një rreziku serioz. Gjatë një sulmi të papritur, ai gjendet në qendër të një konflikti dhe detyrohet të luftojë për të mbrojtur jo vetëm veten, por edhe familjen që ka vendosur ta konsiderojë si të tijën. Ndërsa ngjarjet zhvillohen, bëhet e qartë se problemet nuk kanë marrë fund, edhe pse disa rreziqe janë shmangur, sfidat të reja lindin vazhdimisht. Azize përpiqet të ruajë qetësinë, Devran lufton për të ruajtur autoritetin e tij. Faruk nuk heq dorë nga ndjenjat që ka, ndërsa Xhemo dhe Xhevdet vazhdojnë të sakrifikojnë gjithçka për njerëzit që duan. Episodi mbyllet me një atmosferë të mbushur me ankth dhe pasiguri. Marrëdhëniet mes personazheve bëhen gjithnjë më të ndërlikuara, ndërsa kërcënimet që i rrethojnë nuk janë zhdukur plotësisht. Çdo personazh detyrohet të marrë vendime të vështira, të cilat do të ndikojnë drejt për drejt në zhvillimet e episodeve të ardhshme. Ky episod thekson se dashuria, besnikëria dhe sakrifica kanë gjithmonë një çmim, ndërsa disa personazhe luftojnë për të mbrojtur familjen, të tjerë përballen me ndjenjat e tyre dhe pasojat e zgjedhjeve që kanë bërë. A do të arrijë Azize të mbrojë familjen e saj nga rreziqet që vazhdojnë t'i kërcënojnë? Çfarë do të ndodhë mes përplasjes mes Devranit dhe Farukut? A do ta kapërcejë Xhemo rrezikun që e pret dhe a do të mundet Xhevdet të vazhdojë t'i mbrojë fëmijët? Të gjitha këto pyetje priten të marrin përgjigje në episodin e ardhshëm, ku historia premton edhe më shumë dramë, emocione dhe zhvillime të papritura.